Falënderimi I takon Allahut, që Kur'ani është dritë, është shkak për udhëzim. Lumë për atë njeri I cili e lexon Kur'anin. Lumë për atë njeri I cili mediton në fjalët e Allahut të lartësuar. Lumë për atë njeri I cili e praktikon Kur'anin në përditshmëri. Kur'ani është dritë për atë njeri I cili kërkon dritë, kërkon të udhëzohet. Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Ju ka ardhur juve prej Allahut, dritë, profeti alayhis salam, Muhamedi alayhis salam, wa kitabun mubin, dhe libër I qartë, Kur'ani. Prej të madhit Zot ka ardhur, prej Allahut lartësuar. Profeti alayhis salam është dritë. Ajo me të cilën erdhi profeti alayhis salam është dritë. Libri, Kur'ani është dritë, është fjala e Allahut lartësuar. Në një ajet tjetër Zoti I gjithësisë thot: Kitabun enzelnahu ilejke litukhrija nas min adh-dhulumati ila an-nur. Libër të cilin ta kemi shpallur ty, ky libër që të është shpallur ty, që ti nxjerrësh njerëzit, pra me lejen e Allahut të lartësuar, nga errësira në dritë. Lumë për atë njeri I cili e lexon Kur'anin, e praktikon atë, sepse nëse ne lexojmë Kur'anin, nëse ne meditojmë fjalët e Allahut të lartësuar, nëse ne e praktikojmë atë në përditshmëri, do të dalim nga errësira në dritë. Allahu na mundësoft ta lexojmë Kur'anin, të meditojmë fjalët e Allahut të lartësuar dhe ta praktikojmë atë në përditshmëri. Amin.